Ashmish, sot fakt duhet të ishte një ditë kur fillojnë të ndryshojnë gjërat rreth kësaj bllokadës së deri tanishme, por jo në këtë seancën ku po hym tash. Do të pritet që gjërat fillojnë të ndryshojnë pas takimit me presidenten Osmani ose të shkohet në një përpjekje serioze për një koalicion të gjerë. Ose të shkohet në zgjedhje, derisa vetëvendosja ka ezauruar edhe një pritje serioze që kanë pritur të ndodhë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, si rezultati i letrës së Kurtit. Pritet kanë qenë që atje disa deputet të grupohen edhe të dalin kundër qasjes së Abdigjikut për mos bashkëpunim me vetëvendosjen, dhe këtë ta bëjnë në mbi bazën dhe mbi argumentimin se po bllokohet vendi me këtë qasje. Kjo ka qenë fakt pritje brenda vetëvendosjes, sipas informacioneve që kemi, se do të shkaktoj letra Kurtit dërguar Abdigjikut, por që duket që nuk e ka shkaktuar, të paktën jo deri më tash, do të shohim në seancë nëse ka ndryshuar diçka, por nga informacionet që kemi nuk e ka shkaktuar. Krejt që ka bërë është që njëra nga deputetet ka dalë me një status në Facebook ku ka kërkuar që të ndërtojnë institucionet, por që më pastaj ka thënë se nuk e ka ndruar dot partinë, vazhdon të jetë në lidhjen demokratike të Kosovës. Ndërkohë është ezauruar pra edhe procesi peshkimit edhe procesi i mundësisë për koalicion me PDK-n. Ajo çfarë pritet të ezaurohet është debati rreth një koalicioni të mundshëm mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, dhe këtu do të ndaj disa informacione ekskluzive, më mbani mua në dalje. Ka pasur një përpjekje, ka pasur një skenar të shtyr, i vetmi skenar realisht i shtyr edhe nga vendet mike të Kosovës. Për herë të parë kemi parë një kwint krejtësisht të shkëputur nga një proces politik pa ndërhyrje dhe pa preferenca dhe pa qenë katalizator qoftë edhe i takimeve që do të çonin drejt krijimit të ndonjë koalicioni. Kwinti që krejt çfarë ka bërë është që kanë shuar një komunikat, kanë shkuar një herë në takim tek Kurti dhe kanë shfryzuar çdo paraqitje publike për treguar se sa e nevojshme dhe sa urgjente është që qeveria e Kosovës, qeveria e re të bëhet shpejt. Kaq me këtu ka përfunduar, por ka pasur një proces në prapavi i cili është mbështetur e që flet për koalicionin mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Në njërin prej skenarëve që unë kam parë në atë situatë, do të adresoj edhe çështja e presidentit edhe çështja e kryeministit në të njëjtën, në një të vetmen seancë, pra do të zgjidhej edhe qeveria e re, edhe presidenti i ri, dhe president presupozohet dhe mendohet që do të ishte Albin Kurti, me një pako të re kushtetuese, e cila edhe ngrit jep më shumë pushtet presidentit dhe i mundson që pas 5 vitesh të bëhet zgjedhja drejt për drejt nga qytetarët. Kësaj Kurti do të mund të llogarisë që nëse fiton edhe pas 5 vjetësh në një garë të drejt për drejt, do të ishte në 10 vite të ardhshme për një dekadë në pushtet. Kjo është një prej skenarëve që është elaboruar, por ende nuk është ezauruar. Sidoqoftë, për gjithë ata që njohin mënyrën se si Kurti bën politik, duket që zgjedhjet janë të pashmangshme dhe vendi do t'i drejtohet zgjedhjeve, qoftë në verë, qoftë në vjesht, nëse arrihet një pajtim që të bëhen bashkë me zgjedhjet lokale. Këto janë dy opsionet më të mundshme që pritet të ndodhin në ditët në vazhdim. Do të duhet që nga sot, po them edhe një herë, të lëvizin gjërat dhe këto 48 orësh ose 48 orësh të përfundonin. Një prej lëvizjeve që mund të jetë është që të gjitha partitë bashkë të drejtohen gjykatës kushtetuese me pyetje të ndryshme, të cilat do të krijonin përgjigje për ndaljen nga gërshi. Së qoftë një pyetje esenciale që do të mund të drejtohet gjykatës kushtetuese, frika e gjithë juristëve është që ta ketë përgjigjen e ngjashme e që ka të bëjë me mandatarin për kryetarin e kuvendit. Gjykata ka një opinion, nuk pritet që gjykata kushtetuese ta shkelë opinionin e saj. Ku thotë që propozimi për kryetar të kuvendit i takon partisë që ka dalur më e madhe me më shumë të numra nga zgjedhjet, dhe e njëjta e drejtë i takon çdo herë, nuk e zaurohet, nuk te i kalohet, i mbetet gjithmonë aty. Kështu që kjo e bën të pamundshme kalimin e situatës pa vetëvendosjen, gjithsesi pa pranimin e kandidaturës së vetëvendosjes
për kryetare të kuvendit që është Albulena Haxhiu. Ka sa i përket këtyre informacioneve lidhur tash me kuvendin